Numri i grave dhe vajzave që kryen kontrolle për kancerin e gjirit në Verinë është rritur nga viti në vit. Sipas të dhënave të institucioneve shëndetësore, në qarkun e Kukësit regjistrojnë mesatarisht 2 deri në 3 raste të reja të kancerit të gjirit çdo vit. Në kuadër të tetorit, muaj të roz, mjekët specialistë theksojnë rëndësinë e kontrolleve të rregullta që mundësojnë zbulimin e hershëm të sëmundjes dhe trajtimit efektiv të saj. Sipas mjekëve, ekografia e gjirit rekomandohet të nisë që në moshën 20 vjeçare, ndërsa mamografia mbetet metoda kryesore diagnostikuese për gratë mbi 40 vjeç. Ata apelojnë për vetë kontroll të rregullt dhe ndërgjegjësi më të madh në mënyrë që çdo grua dhe vajzë të jetë e kujdesshme, informuar dhe të mos e neglizhojë asnjë ndryshim që vren në trupin e saj. Në qendrat shëndetësore dhe institucionet publike në qarkun e Kukësit janë zhvilluar aktivitete sensibilizuese ku pjesëmarrja grave është rritur ndjeshëm krahasuar me vitet e kaluar. Stafet mjekësorë theksojnë se zbulimi i hershëm shpëton jetë, ndërsa kujdesi ndaj vetes është hapi i parë drejt shëndetit. Muaji i roz nuk është vetëm simbolik, është një kujtesë për çdo grua që kontrolli i sotëm mund të jetë shpëtim i nesërm, apelojnë mjekët.